Amerikan edhe vete pranon që nuk shkon do të asgjë kundi. Si kundër dhe shqiptarët nuk besoj se janë në dilem për këtë çështje. Nisur nga historia e tyre. Nuk flasë për shqiptarët, për Amerikanë, për europianët jo. Jo, po them europianët po them shqiptarët, kështu që nuk besoj se ka europian që mund t'i kërkojë shqiptarëve të zgjedhë Europën para Amerikës. Nisur nga historia jonë, po them. Unë nuk thash që kërkon, unë thash që do të shoh çfarë do ndodhi. Ashtu si amerikanët sot. Sepse sot, edhe një herë, vijoni në vendin aty që është në Washington, që është në Paris, që është në Berlin. Okej, protestë e bukur, okej, bie Rama, pa që vjen mbrapa çfarë tendencë do ketë. Ka shumë rëndësi. Mos shikoni nga shqiptarë, shikoni nga ana e Jo, e kuptoj, jam plotësisht dakord me ty, Gjermani do të ketë njëri që të jetë filo gjerman. Francezët të jetë filo francez ose filo europian, amerikanët filo amerikan, sepse janë interesa ekonomike, mos harroni sot. Keni një artikull të jashtëzakonshëm në një revistë të njohur rusiane për geopolitikën e Ballkanit dhe kjo është realiteti i sot e Evropë SBA. Ku SBA sot nuk kanë më pikë fare, pikë vlerash demokratike. Ku ai sot kërkon të fusi ato tubat e gazit që ushtrojnë Evropën e Veriut me gazin që vjen nga Amerika e Lëndshme. Evropa s'ka interes. Po që amerikanët sot në Serbia si bëhet fare që ka demonstrata, në Serbi po bëjnë centrale me gaz amerikan, kërkojnë të bëjnë autostradën korridorin 8, ta bëj Bechtel që shim amerikane pra Maqedonia e Veriut, Shqipëri, europianët po neve. Dhe kjo është në tryezë dhe sot. Kur shkoi Vučić në Francë para një viti, Franca thoshe, ok, po do vazhdosh mbi bësh ato avion Rafale, po aeroportin e Beogradit do vazhdo ta ketë gjithmonë ai firma franceze që ka. Po janë interesa ekonomike, mos harroni këtë gjë. Kur pra ekonomikisht sot SBA-t janë rival shumë i madh se sa rusët apo kinezët apo turqit në Ballkanin Perëndimor. Kjo luhet sot dhe prandaj të gjithë kanë interes që Rama të vazhdojë të ri, edhe Washingtoni dhe Brukseli, Parisi, sepse pakon Rama është thua është di të manovroj me gjitha ato tampe. Edhe me Europën, edhe me Brukselin, edhe me Washingtonin, dhe me Turqinë është i aftë dhe ka tafsi. Ai që e zotëson Ramën nuk e dim ku do jetë. Dhe perëndimorët e kanë horror, si në gjirin e Ormuzit, e kanë horror atë misterin, sekretin, çdo të panjohur e kanë horror. Duan t'i trashëgojnë gjërat. E vërtet. Mirë. Kjo po ndodh. Po nuk i shqetësojnë fare protestat në Shqipëri? Mund të shqetësojnë sigurisht, por prandaj të flasin e Ramën. Si e zotëron situatën, çfarë po ndodh? Do ta pyesin kush është mbas protestave. Nuk e besoj sepse këta janë shumë të informuar se Rama. Nuk kanë nevojë, unë biles ka bërë një shkrim sot në shkurtër për të gjë, e bëj ironike. Franca themun ka dhe sy e vesh aty në Tiranë, po ka dhe satelit. Domethënë, e din fare çfarë po ndodh. Po është dua të dim ta nga Rama, sy, ky vetë si është sot. E mban apo në mënyrë hapen gafil. Mos harroni në 2014, kur ndodhi ajo e Mejdanit, europianët u përjashtuan. Dhe ke sot në YouTube ke gjithmonë atë sekuencën që e keni në YouTube e në sot të Victoria Nuland, që ishte asaj kohe zëvendës sekretare e shtetit në SBA, ku i thoshte ambasadorit amerikan në Kiev do më emërosh këtë qeveri, thoshte, se bëjmë mizoni, thoshte, shefis, se bëjmë europianët. Pak Europë. Jemi ne që vendosim. Pra është gjithmonë mos harroni këtë gjë. E kuptoj. Kur do për një vend kaq të madh, Ukraina me 40 milion banor, jo më në Shqipëri, që këta do lënë, padyshim se kush do zëvendësonte Ramën. Prandaj duan ta mbarojnë Ramën deri në fund, por në politik gjithçka ndodh, mund të bie Rama. Kush do zëvendësoj? Genci, edhe një koment fundit dua, se pastaj dua të shkoj pak se ka dalë zoti Berisha, që pastaj të lë të vazhdosh edhe punët e tua. Çfarë mendon se po prodhojnë protestat në Shqipëri?